Djem përshëndetje. Përshëndetje. Jemi sot këtë ditë e diel në autoslalom. Na tregoni çfarë ndjenje për juve me marr pjesë këto. Po filloj me ty. Është ndjenje veçantë. Është ndjenje pa përshkrueshme, për shkak se ka shumë adrenalin. Për atë punë edhe jemi këtu, ta provojmë pak a shumë fatin. Është hera por që jeni? Jo, është hera e dytë ose tretë, pa mundësi çështë. Për ty? Edhe për mua është hera e dytë. Hera e dytë. Apo më tregoni e thatë që ka shumë adrenalin. Për ty, çfarë ndjenje, çfarë emocioni është ndoshta kur je në pistë aty? Emocione të moja, adrenalinë e madhe, shpejtësi, kontroll. Unë po du më pyet pak pja ushë veturat goxha të veçanta. Sa keni investuar këto ose sa kujdeseni për mirëmbajtjen e tyre? Ne kujdesemi shumë mirë, dikon vlera e investimit është 3.000 deri në 4.000. 4.000. Po, turbina aksisane. Okej, po për ty? Unë kam Seat Ibiza, ka vlerë dikon 4.000 rreth 5.000 euro, me gjithë investim, po. 4-5.000 euro. Cila është e veçanta e Seat Ibizës tënd? Për shkak që është benzin, turbo, tep adrenalin goxha, zoni është diçka shumë i mirë, edhe t'jep adrenalin. Ashtu. Po për Mercedesin tënd na trego cila është e veçanta. E veçanta e tij është 2.2 automatik diesel, edhe tërheq me rrotat mbrapa, t'jep adrenalinë më të madhe. Në rregull. Faleminderit shumë, Knaci, ju uroj suksese.